jemi detyruar të përmendim disa gjëra, domethënë të përsërisim. Unë nuk besoj që të mund të jetë kredibël, i besueshëm kryeministri kur thotë që unë nuk di gjë për ato që janë bërë mas shpinës time. Sepse procedurat janë të tilla dhe kanë qenë, ja dhe do të jenë gjithmonë në çdo lloj qeverie. Një ministër, nëse do të bëjë një VKM, vendim këshillit ministra, quhet VKM, duhet marrë mendimin e dy ministrive kryesore, që janë ajo e drejtësisë dhe ajo e financave nëse ka efekte buxhetore, apo në një ministri tjetër, nëse VKM-ja për cilën ai bëhet fjalë, ka lidhje me një ministri tjetër. E kuptoj. Pas kësaj, duhet marrë këto të gjitha në grup shkojnë në kabinetin e kryeministrit. Aprovohen dhe thuhet okay. Mas që bëhet kjo, kalojnë kjo tavolinia rrumullakët që quhet qeveria. Qeveria ka raste që votohet nëse ka konflikt ose bie dakord. Atëherë që të gjithë ta janë bashkëfajtor për një VKM. Një VKM nuk mund të merret vetëm nga një njeri. Edhe nga ana tjetër nuk mund të ekzistojë që një shef i kësaj pune, që i quhet kryeministër, të mos e di. Thotë s'di gjë. Që duke pas parasysh gjitha këto lloj probleme që ka ky, atëherë merret me këtë që paradoksalisht ka edhe njerëz që i besojnë. E di si puna, njerëz cilët janë të indoktrinuar qoftë majtës apo qoftë djatës, çdo që të thonë këto udhëheqësit majt apo djatë e besojnë në mënyrë të verbër. Kjo është çudia e madhe. Njerëzit duhet të jenë të çliruar nga kjo doktrina. Fundit jeta një është. Njerëzit duhet të jetojnë jetën edhe unë këtë doja të sa më mirë të jetë e mundur, jo të shkojnë mbrapa një person apo një tjetër, kushdo qoftë ky. Për shembull, në takimet elektorale që ju zhvilloni me njerëzit, dhe kur i shpjegoni programin, e kuptojnë njerëzit programin, ju bëjnë pyetje për programin, apo thjesht... Programin, jo, duke qenë që ne kemi, siç thash, një parti çështje me disa pika, si që mundohet ju them juve. Nuk janë pak rëndësishme ato pika, janë shumë rëndësishme. Janë të asimilueshme, janë thjesht... Nga target grupi i posaçëm, thoni ju. Po nga ana tjetër, Partia Demokratike edhe ne, duke qenë pjesë e opozitës, gjithmonë kemi artikulu ato gjëra që ka marrë përsive Partia Demokratike, pra minimum jetik, 200 euro, pensionin, mesatar, shëndetësinë, arsimin e tjerë. Po natyrisht ne vetëm këto i artikulojmë duke i kopjuar, duke i lexuar. Kurse për këto tjerë ne jemi brenda këtyre. E kuptoj, po, patjetër. Sepse fundit ne kemi bërë vetë këta, edhe mendojnë që janë të realizueshme. Nuk janë gjëra që nuk realizohen. Me thonë një subvencion 200 milion euro nuk është asgjë. Ke parasysh, domethënë duhet të lesh diçka mangu në një dek, sepse ne shohim gjykojmë neve që zhvillimi i bujqësisë donë më tepër fonde. Marrë 1.7%, ndërkohë që japin 19 dhe 20% të GDP-s. Ndërkohë ne propozojmë të jetë mbi 3%, 3.5%. Ky është synimi jonë. Si e kemi në raportin e import-eksporteve për produktet tona, zoti Duka? Nuk di ta them fiks, sepse këto statistikë japin gjithmonë këto të instatit që unë me thonë drejtën herë i besoj, herë jo. Po, me atë që i njoh unë, duhet të jetë shumë keq. Sepse, për shembull, di këtë që numri i krerave të baktisë ka rënë shumë, edhe për shkak të politikave të gabuara fiskale. Ekziston dhe vazhdon të ekzistojë ajo 20% që i famshëm, që këtu ke ty mund të kemi thonë disa herë, që grumulluesit i blejnë produktet bujqësore elektorale me 0% dhe i kërkohet të vështirë rimbursueshme 20%. Kjo do të thotë që ngarkohen fiktivisht 20% më shumë produktet shqiptare. Prandaj çfarë bëjnë këto grumulluesit? I drejtohen importit. Prandaj ka ra numri i baktive edhe janë rrit importet. Pastaj, nëse nuk sigurohen mallrat tona, nëse kosto e prodhimit të mallrave tona është më e lartë se prodhimet e importit, nuk mund të arrush të punë. Nuk ruhet dot me barriera doganore, që i thoshin gjë që unë do të vej nuk do të lejë me hyrë produktet e importit, sepse nuk ekziston, se janë disa marrëveshje të tregtisë lire. Fundit ti synon me shku BE, këto gjëra duhet të jenë të lira. Që ti të kesh produktet tuaja duhet të konkurosh me kosto dhe me cilësi. Gjë që ti nuk e ke. Të gjithë vendet rajonit bëjnë subvencione direkte, ti jo. Ti koston e ke më të lartë, në raste të tilla. Marim lule shtrydhen për shembull. Edhe lule shtrydhe ka problemet e veta, edhe konkurrohet, edhe nga këto që të importit, gjithsesi tregu vendës ka pasur lule shtrydhe përveç pjesës që është anatemuar shumë, ndoshta herë me të pa drejtë,
për përdorim të pesticideve. Po, sepse pesticidet normalisht do përdoren, se ndryshe do jenë produkte biologjike. Dhe më thënë, bujësia jonë është bujësia integrale, që do të thotë integruar, që do të thotë përdoren edhe produkte, edhe pesticide, që janë insekticide dhe fungicide. Po, puna është që ne ka morë në qafë politika në këtë drejtim, sepse të drejtuesit e këtyre institucioneve që duhet i kontrollojmë, ne i kena jashtë profesionit. Jo, i pyte me boti me i thirë një drejtora KU-je, përveç atit para që ka qenë Gent Sjuka, se ka qenë agronome, ka qenë 2 herë deputet, të shi zdu të mere me njeri, si nështë ta boj gabit për të përdojë emra, po me boj, që të me thonë insekticid, e që të me thonë fungicid, du ka për ditë gjo, se s'ka soshin zanotit, po dru vore me pasien atje në institut bujësorë, më ke nejtë 4 vjetë, i ke kriju një, të shiro shë universitetit bujësorë, i kriju disa koncepte. Qështë e mërë ditë tjetin oficer? Pyet mu për punë të këmësori, se këtë një zdi me e bo. Edhe nëse ashtu do të realizoj harroj prapë. Kurse këtu janë të fiksume, janë konceptet fiksume. A i se dishë do të të ti i thu pesticid. A ka mbetje shumë, a s'ka mbetje shumë. A ka përdorim hormonës, s'ka përdorim hormonës. A ka produktet modifikuar gjenetikisht, a s'ka, nuk i din. Për shembull, një nga këto kapitull që i thamë ne tash, për shembull, kjo 27, kjo do shkon deri kjo me gjetë. Domethënë, ke organizma modifikuar gjenetikisht, pranohen, s'pranohen, ne faktikisht i kemi me ligj që i pranojmë. Mirë, si ka mundësi që politika e vendit ton, zoti Duka, vë në rrezik jetën e shtetasëve vetë? Domethënë se të luash edhe me jetën e njeriut, politikisht është gati. Po tani, më falni, të lejohet mbërritja e luleshtrydheve me pesticide, të lejohet qarkullimi i filetos pulës me salmonel, arsa njerëzit përfundojnë në spital. Kjo nuk është pak. Jo, unë nuk besoj se kjo bëhet qëllimisht edhe nuk mund ta bëj këtë akuzë pas një. Prandaj e thash politikisht, prandaj e thash politikisht. Megjithatë janë fajtor segmente ndryshëm, qoftë edhe politikës, edhe për këtë arsye që i thash unë, sepse specialistët që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore, po minimalisht të lutem, sigurisë ushqimore mos i veni pra, aut profesioneve, po këtë thirrje po bëj pra, dhe unë këtë po them, që kushdo qoftë ai mos i veni jashtë profesionit thjesht janë militant partie. Një anë, e dyta, janë probleme i laboratorëve të akredituar. Dhe thotë që neve sa herë që na vijnë produkte me origjinë bimore dhe shtazore, po sidomos ato shtazore, se ato janë akoma të rrezikshme, si ju thoni për këto produktet bimore me pesticide me mbetje. Po natyrisht mbetet krijojnë probleme, po nuk besoj se ka rrezik për jetën, ndërkohë që disa produkte që janë me origjinë shtazore kanë rrezik për jetën. Prandaj për gjithë këto produkte që hyjnë në vendin tonë, duhet të bërë analiza. Masi bëhet analiza, ke edhe certifikatin e analizës të vendit të origjinës, i ballafaqon, thu okay ose jo. Në rast se të tillë janë bërë këto, unë besoj që janë bërë, se po të ishin bërë, nuk kishte pse të kemi situata të tilla. Edhe merren masa, pastaj edhe masat që janë marrë, nëse ju keni vënë re, domethënë nuk kam shumë i sigurt, po di që në një rast kryeministri, domethënë, kështu domethënë në mënyrë açik, faqe të tjera, ka pezullu njënin që e ka pak. S'është problemi me bë këtë punë kështu. Është problemi me bë në të mirë të punës. Është problemi se ti, duke i thonë faqe të gjithëve që ti që ke bë këtë, unë të heq për punë, edhe që ti të marrësh meritet e kësaj punë, se çfarë bë ky. Ora mos e dhe. Jepi rralla mesazh njerëzve që në këto vende nuk mund të vesh ti militant partie. Qofshin këto djathtë, nëse djathtat vinë nesër në pushtet. Duhen vonë njerëz profesionistë. Çfarë pritshmërie keni për Partinë Agrare Ambientaliste, zoti Duka?